Orna? Na jep një raport shkurtër, çfarë po ndodh në sallë? Opozitën po e presim, opozita nuk është kërkall dhe ju e ndëgjuat kryeministrin Kurti për rreth 40 minuta, duke diskutuar dhe duke treguar për punën dhe çështjen e presidentit, por nuk kemi asnjë konkretisht asnjë emër nga partitë opozitare për 3 emër të cilat kryeministri Kurti ka bërë kërkesë opozitës. Dhe po shihni se është duke u sabotuar kuvende edhe me tutje, pra nuk ka asgjë. Cila është ftesa juaj se tani keni dalë me 2 emra, zonën Hoxha dhe zonën Rushiti? Po, kemi dalë nga shoqëria civile, i patë edhe ju emrat dhe tashmë jemi duke pritur që të përfundojë çka kjo. Dhe ende janë deputetët të futur në sallë dhe po presim që të fillojë sesion. Zonja Hoxha kishte qenë dikur kandidate nga Lëvizja Vetëvendosje, kështu po del. Ndërkohë që zonja Rushiti, zonja Hoxha kishte qenë dikur kandidate nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërkohë që zonja Rushiti, aktiviste e shoqërisë civile, e njohim mirë atë. Zonja Rushiti është kandidatja e cila është për president dhe normalisht shkojnë ky emra, por tash nuk mund të them më shumë sepse nuk i njoh dhe e di vetëm zotin Rushiti. Cila është favorite zoti Bajqinovsi, zonja Rushiti? Po nuk e dini? Kam ide sepse vetë jam futur në sallë dhe i pa emrat edhe në publik nga presidenti edhe. A janë emrat definitiv apo ka mundësi që të ketë edhe emrat të tjerë, kandidime të tjera? Nuk e di, këta janë emrat deri me tash. Opozita po e saboton kuvendin, pra zërin e presidentit. Kërkesa ka qenë disa nga kryeministri, por po e shihni që nuk ka përgjigje nga ta dhe jemi këtu ku jemi. Okej, nuk e di, a na mban edhe një minutë mefi me neve? A jedhin? Kushtrim. Apo se ketë mundë? Po, filloj seanca. Filloj seanca. A ka filluar seanca? Filloi seanca. Po, ka filluar seanca. Çfarë kënaqësie ta kemi mefin përsëri në rolin e gazetarit për të na raportuar që ka filluar seanca. Falenderoj mefin.